Dashi. Gjatë ditës së sotme do jeni të vëmendshëm dhe do respektoni çdo rregull. Për ju që keni një lidhje, do ndodhin ndryshime të mëdha. Qetësia, mirëkuptimi dhe durimi do përmirësojnë gjithçka mes jush. Ju beqarët do keni një takim që do t'ua ndryshojë jetën përgjithmonë, duke sjellë një drejtim krejt tjetër. Në punë do përballeni me rivalitet të fortë, por guximi dhe vendosmëria do ju çojnë drejt suksesit të synuar. Financat do qëndrojnë të balancuara, por evitoni investimet e mëdha për të ruajtur rezervat dhe domosdoshme nesër. Në mbrëmje, një aktivitet i lehtë me mish mund t'ju ndihmojë të rikuperoni energjitë dhe të riktheni pozitivitetin. Dejmi. Sot jeni të gatshëm të bëni ndryshime rrënjësore për të ndjerë më të plotësuar. Në çift, ofroni mbështetje maksimale për të ruajtur afërsinë dhe sigurinë që kërkon partneri. Beqarët do përjetojnë emocione të forta dhe rrahje të vrrullshme zemre në takime të papritura. Në punë nisni projekte të reja që kërkojnë kohë për kushtim, por rezultatet do jenë jashtëzakonisht të suksesshme. Financat duhet të organizohen më mirë, vendosni prioritete për të shmangur çfarë do të rëmbikejë. Një reflektim i shkurtër në mesditë do ju ndihmojë të përcaktoni prioritetet dhe të avanconi me qetësi. Binjakë. Gjatë kësaj dite durimi është qetësi për të shmangur gabimet e përsëritura. Nëse jeni në një lidhje, humori i çrregullt mund të shkaktojë tensione. Ruani një komunikim të qetë për të ndalur debatet. Beqarët do preferojnë aventura kalimtare dhe do shmangin çdo lloj premtimi serioz. Në punë, një angazhim i ri kërkon pak më shumë rreziqe, por pas çdo sfide do vijë shpërblimi. Buxhetin mbajeni nën kontroll për të shmangur nevojën për kursime urgjente. Në fund të ditës, një shëtitje e shkurtër jashtë mund t'ju rigjallërojë dhe t'ju sjellë qetësi mendore. Daforia. Dielli ju mbush me energji pozitive dhe nervat me qetësi. Në çift, toleranca dhe falja do rivendosin harmoninë në çdo mosmarrëveshje. Beqarët do kenë sharmin dhe pasionin në anën e tyre, duke filluar një lidhje të qëndrueshme. Në punë, përkushtimi dhe kualiteti i punës suaj do të spikasin, duke fituar vlerësimin e kolegëve. Financat janë të stabilizuara, madje mund t'ua jepni ndonjë huaj të vogël familjarëve pa shqetësime. Një moment meditimi në mbrëmje mund t'ju ndihmojë të përpunoni çdo ngjarje të ditës me qetësi. Luani. Sot do jeni në humor të shkëlqyer dhe optimist. Në çift, pasioni dhe buzëqeshjet nuk do ju largohen asnjë çast. Beqarët do kenë mundësi të shumta për takime, edhe pse jo domosdoshmërisht për lidhje afatgjata. Në punë, pritini me entuziazëm përgjegjësi të reja, pasi ato do ju çojnë drejt përparimin. Financat menaxhojini me maturi dhe realizëm, duke shmangur çdo shpenzim të parakohshëm. Një ide kreative që lind papritur mund t'ju çojë drejt një projekti të suksesshëm. Virgjëresha. Marsi krijon tensionet e vogla që kërkojnë qetësim dhe reflektim. Në çift, mos lejoni që debatet e vogla të zbejnë dashurinë, hapni rrugën dialogut. Beqarët përfitoni nga këshillat e besueshme të miqve për të shmangur hapat impulsiv. Në punë, sfidat e papritura kërkojnë profesionalizëm dhe durim për t'i kaluar. Financat kërkojnë organizim rigoroz për të ruajtur stabilitetin afatgjat. Shfrytëzoni fundin e ditës për të qetësuar me një libër apo muzikë të qetë që ju relakson. Peshorja. Venusi favorizon harmoninë dhe bukurinë në çdo takim sot. Në çift, do dialogoni hapur dhe do krijoni projekte të përbashkëta me sukses. Beqarët do kenë takime interesante, por pa nxikim drejt angazhimeve serioze. Në punë, idetë tuaja krijuese do vlerësohen nga afërorët dhe kolegët. Financat janë të qëndrueshme, por kursimi i vogël ditor do rrisë rezervat dhe do sjellë siguri. Një bashkëbisedim i sinqert me një të afërm mund t'ju ofrojë perspektiva të reja. Akrepi. Falë ndikimit të Hënës dhe Jupiterit, energjia juaj romantike do jetë në kulm. Në çift, do jetoni momente të paharrueshme dhe do ndaheni me të dashurinë me pasion. Beqarët do joshin lehtë dhe do fillojnë lidhje që premtuan të zgjasin. Në punë, do nisni projekte konkurruese dhe do spikasin me suksesin tuaj. Buxheti kërkon kursim pasi investimet e mëdha mund t'ju lënë pa rezerve, prandaj veproni me maturi. Një reflektim në qiellin e hapur mund t'ju frymëzojë për idetë tuaja më të mëdha. Shigjetari. Sot, ambienti ju fton në socializim, por mos harroni ekuilibrin mes punës dhe jetës private.
Në çift, rutina kërkon eksperjenca të reja për t'i rikthyer ngrohtësinë. Beqarat mund të takojnë dikë të veçantë, por kërkojnë qartësi për t'u angazhuar. Në punë, iniciativat individuale do vlerësohen dhe mund t'ju hapin dyrë të reja. Financat përmirësohen ngadalë me pak fat nga Jupiteri, por mos lejoni të temptoheni nga shpenzimet e panevojshme. Një aktivitet sportiv në natyrë mund ju energjizoj dhe t'ju ndihmoj të relaksoheni. Briqapi. Gjatë kësaj dite kreativiteti dhe vendosmëria do jenë aliatët tuaj. Në çift, pasionet e forta mund të shkaktojnë debate, por sinqeriteti do rikthejë harmoninë. Beqarët do marrin një ftesë për takim që mund të hapë një kapitull të ri dashurie. Në punë, rezoluta juaj do sjellë njohje dhe suksese profesionale. Organizoni çdo hap me kujdes. Financat kërkojnë kursim të re për të shmangur vështirësitë afatgjata. Një copë torë së bashku me të afërmit mund të jetë shpërblimi i ëmbël pas punës së lodhshme. Ujori. Durimi dhe qetësia janë çelësi për ta kaluar ditën me sukses. Në çift, përkushtimi juaj i sinqert do konsolidojë lidhjen dhe do largojë tensionen. Beqarët do nisin një komunikim të hapur me diçka që ngjall kuriozitet, mos friksoheni të ndërmerrni hapin e parë. Në punë, gatishmëria për të mësuar gjëra të reja do ju bëjë të dalloheni. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm për të shmangur dëshpërimet e panevojshme. Në mbrëmje, një gllënjë çaji bimore mund t'ju ndihmojë të relaksoheni dhe të përgatiteni për nesër. Peshqit. Mërkuri sjell emocione kontradiktore. Në çift, debatet e papritura alternohen me përqafime të ngrohta. Kërkoni balancë përmes dialogut të sinqert. Beqarët duhet të qëndrojnë të hapur ndaj çdo njëje të re, por pa ngutje. Në punë, mbështetja e një kolegu të besueshëm do ju ndihmojë të kapërceni sfidat dhe të ndjeni frymëzim. Financat përmirësohen gradualisht, por kërkojnë disiplinë dhe shmangje të çdo veprimi impulsiv. Një shëtitje buzë detit ose parku mund të rikthejë qetësinë që ju nevojitet për të rifilluar me energji. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!